Dobësia më e madhe që tregoi klasa politike në Kosovë, por edhe në Shqipëri, është që mbështeti krijimin e një gjykate speciale ku akuzat, pra gjithë dosja, ishte bërë nga Prokuroria Speciale e Serbisë para 15 dhe 20 vite. Zoti Vukčević ka ardhur në Tiranë, i ka kërkuar Ina Ramës, e keni gjallë Ina Ramën, pyet. I ka kërkuar që Prokuroria e Shqipërisë me Prokurorinë e Serbisë të bëjë hetimet në veriun e Shqipërisë. Për ato vite. Ato dosje janë. Tu ka pas vetëm një burr në atë kohë që i tha jo, dhe ka qenë presidenti topi tha jo, tha kjo nuk bëhet. Harrojnë këtë mëbet. Ti jemi realist. Prandaj kemi ardhur këtu ku kemi ardhur. Ne kemi pasur parimisht gjithmonë një klasë politike. Shqipëri, Kosovë, vetëm Albin Kurti ka qendruar në këtë drejtim, që ka marrë, ka ul të ndenjurat, sa herë i kanë bërtitur të huajt. Prandaj jemi këtu ku jemi. Sot kjo gjë nuk vlen, vlen shumë pak. Vlen nga pikpamja morale, po, nga pikpamja politike ka një vlerë, nga pikpamja efektive s'ka mas një vlerë. Shpresojmë që gjyqtarët të jenë sa më të ftohtë në gjykim dhe të mos jenë emocionale dhe ngarkesë. Shko shiko rrjetet sociale, shko shiko që bëhet media të Kosovës dhe tani dëshmitarët që deri dje ishin mbrojtur, kanë dalë publik, akuzojnë hapur tani edhe. Hashimin, Rexhën, Kadriun, Jakupin, e ata të tjerët. Nuk po trëmben më ata, dalin e thonë, po unë kam dhënë këtë dëshmi, unë them kështu, unë ja akuzoj. I kenë në përrjete. Kanë mediat e tyre kanë. Nuk është më sekret kjo gjë. Kjo gjë duhet ishte ndaluar shumë vite përpara. S'ka asnjë vlerë rezoluta që ka bërë Parlamenti i Shqipërisë atje. Kjo gjë duhet ishte ndaluar Shqipëria me ligje, duhet kishte ndërhyrë fort në organizatën ndërkombëtare që kur filloi historia e shtëpisë Verdh, e cila ishte një sajese turpshme që nga fillimi. Kjo tashmë çfarë vlerë ka? Ka vlerë politike, po ç'lidhje ka kjo me gjykimin? Gjykimi iku, u bë. Ata i bën 6 vjet para burgim. Ikën 6 vite jetë. Shpresoj mos ikin tjera. Tani, pretenca është e frikshme faktikisht, 180 vite burg në total nga 45 secili. Shiko, pretenca është e thjeshtë. Mirë, se pretenca me moshën që kanë ata, pretenca është burg i përjetshëm për secilin. Po, praktikisht, po. Kështu që nuk është me moshën. Ata janë të gjithë, domethënë nga Jakupi që është më i madh është over 70, domethënë. E deri tek Hashimi që është më i riu, që edhe ai është 55 atje. Ajo do të thotë që ata nëse marrin atë dënim nuk dalin më kurrë nga burgu. Është burg i përjetshëm de facto. Praktikisht pritet që t'jepet një vendim në qershor ose në korrik, sikur se thuhet. Maj ose qershor. Po, kam lexuar këtë ditë që nga ekspertë të ndryshëm që mund të ketë dhe një vendim pafajësie. E beson këtu? Unë do ta shpresoja, por mirë, përveç dëshirës dhe prandaj po them që gjërat kanë shkuar shumë përpara. Edhe unë e kam thënë shpesh që një gjë që unë nis si padrejti, vazhdoj si padrejti, ka shumë pak gjasa të mos më duhet me padrejti. Sepse gjërat duhet të ishin bërë përpara, tashmë është shumë vonë. Çfarë do bëjnë? Do shbëjnë gjykatën. S'është bëjnë dot. Dëshmitarët kanë marrë statuse, kanë marrë azile, kanë dhënë dëshmi të shkruar etj. Çfarë do bëjnë? A ti ke disa nga ata që jetojnë në Kosovë dhe akuzojnë hapur për vrasje ata, kupton, nuk është. Se po e vrasin shumë mendje. Nuk se është më sekret kjo punë. Ke media, ke gazetarë, ke njerëz. Janë pjesa më e madhe tyre, ka dhe njerëz që nuk janë të lidhur me ish LDK apo me LDK, po pjesa më e madhe tyre janë të lidhur me LDK. Dhe janë shqiptarë. Dhe këtu nuk bëhet fjalë më për vrasje serbësh, këtu bëhet fjalë për vllavrasje me shqiptarësh. Tani, gjithë këto ditë, dhe akuza mbi gjithë. Të rënda, sepse ti po qosh rrjetet sociale, mediat, kupton. Klasin kanë shkuar, kanë akumuluar mlefe, inate të vjetra e tjerë, dhe prandaj them që përgjegjësia atyre që janë Hag, përgjegjësia politike është që sepse e patëm pushtetin, e patëm mundësi nga 2010 e këtej pasi doli vendimi i gjykatës ndërkombëtare për Kosovën, e patëm mundësi që gjitha këto çështje të hetoheshin në Kosovë dhe të krijohej Prokuria normale e Kosovës. Pra, krijonte një grup special dhe të merrej me gjitha këto raste. Kjo s'ndodhi, ju hap rruga asaj, Serbia dhe Rusia duke lobuar ndërkombëtarisht, hapën rrugën për atë që ndodhi dhe tashmë shumë vonë.